Strukturat metalike të vendosura tek pemët e llojit pish në projektin e shëtitores Lungomare 2 janë kthyer në pengesë për qytetarët që frekuentojnë këtë pjesë të Bregdetit. Ata shprehen se strukturat janë të panevojshme pasi zënë një pjesë të konsiderueshme të trotuarit ku ata kalojnë. Për më tepër, qytetarët argumentojnë se këto struktura janë kthyer dhe në faktor që dëmtojnë trungun e pishave. Qytetarët kërkojnë që ato të hiqen pasi kanë ndikuar në tharjen e pishave, por mbi të gjitha, duke qenë se gjatë kësaj periudhe po flitet për lirimin e hapësirave publike, strukturat duhet largohen nga shëtitoria për të liruar hapësirën ku këmbësorët kalojnë. Besoj ke kaluar ndonjëherë, atë pengojnë? Absolutisht. Gjelbërimi nuk pengon, gjelbërimi zbukuron natyrën, po zbukuron një fotografi, po jep jetë botës gjelbërimi. Të gjithë janë fiksuar edhe janë përqendruar të gjelbërimi tani. Ja tek është rruga, ja tek është trotuari. Për çfarë duhet gjitha i vend? Strukturat prej hekuri që mbajnë pemën janë të nevojshme si? Po ndofta ato janë për një periudhë më të shkurtër, gjërsa pema të forcohet, shikoj çfarë trungu holl që është ai. Kur trungu të bëhet më i trash, heqin ato strukturat edhe çdo gjë shkon mirë. Po, kjo struktura metalike duhet hequr urgjentisht, se vetëm e deformon, e shëmton. Gjelbërim po s'ka fare, s'ka oksigjen, mbushemi me frymë. Po pengon rrugën kur kalon? Po, më pengon. Ndërkohë nga ana tjetër shohim që edhe ka prerë trungjet, pra i ka dëmtuar. Kjo është barbarizëm, kjo është kafshëri, te breziri. Shumë pisha të thara, ndoshta edhe nga ndikon dhe tek. Po të futesh në përlagje, i këna mendje kokës. Po, gjërsa janë tharë pemët, qëndrojnë kot gjë vdekur. Mendon se ka ndikuar në tharjen e pemëve? Jo, ka vajtë ujë, kripër, s'ka në lidhje ajo. Po juve ju pengojnë për kaloni? Në qëfë shkoj në këmpë. Po. Pengojnë? Po. Po edhe syri, do më thënë, nuk knaqet me bukurinë e detit, edhe shikon edhe ato, do më thënë, diçka që stonon. Një imazh i trishtë ndrysh këtë vjetër. Po, pra. Pas edhe mos pemët, edhe hekurat, do më thënë, janë krejt të kundërta, do më thënë. Pemët janë saktë. I vdekur është hekuri, e vdekur është edhe pema. Kështu që duhen hequr patjetër? Po, patjetër. Ato nuk zënësohen, po tiqen paktën të bëhet diçka kështu. Ose gjendet në një bim që i reziston krips. Ndërkohë me 10 pisha përgjatë shëtitores Lungomare janë tharë ku faktor sipas njohësve të mjedisit janë dhe këto struktura metalike. Kjo për shkak se gjatë ditëve me erë të fortë dhe mot të përkeqësuar, trungu lëkunde dhe përkohet pas strukturës metalike, duke shkaktuar prerje dhe dëmtime, çka e çon pemën drejt tharjes.